Pse njerëzit të urrejnë edhe kur nuk u bën asgjë? Urrejtja është një emocion i fuqishëm, shpesh i vështirë për t'u kuptuar dhe përballuar. Në mënyrë ideale, ne do të dëshironim që njerëzit të na gjykonin sipas sjelljes dhe karakterit ton, por realiteti është shumë më kompleks. Shpesh, njerëzit të urrejnë edhe kur nuk u ke bërë asnjë të keqe. Kjo është e dhimbshme, e pakuptim dhe shpesh ndikon negativisht në vetbesimin dhe shëndetin ton emocional, por pse ndodh kjo? Çfarë e shtyn dikë të ketë ndjenja kaq të forta negative ndaj një personi që nuk e ka lënduar? Le ta analizojmë më thellë këtë dukuri përmes 5 arsyeve kryesore. 1. Zilia. Kur suksesi yt ndjehet si dështim i tyre, zilia është një nga arsyet më të zakonshme që çon në urrejtje të pajustifikuar. Kur dikush sheh që ti ke diçka që ata nuk e kanë, qoftë një arritje, një marrëdhënie të shëndetshme, vetbesim, bukuri, talent, famë apo para, ata fillojnë të ndihen të kërcënuar ose inferior. Në vend që të përqendrohen te përmirësimi i vetes, ata e kanalizojnë këtë ndjesi përmes urrejtjes ndaj teje. Urrejtja, në këtë rast, është një mënyrë për ta ulur vlerën tënde në sytë e tyre, që të ndihen më mirë me veten. Në vend që të thonë po më pëlqen suksesi yt, më frymëzon. Ata thonë ai nuk e meriton, ka pasur fat, ose fillojnë të përhapin fjalë të pavërteta për të rrëzuar. Ky lloj urrejtjeje është shumë i përhapur në rrjete sociale, ku njerëzit ndihen të lënduar nga imazhi i jetëve perfekte, që të tjerët postojnë. 2. Pasqyrimi i pasigurive të brendshme. Njerëzit që nuk janë të qetë me veten, që jetojnë me ndjenja faji, pasigurie ose mungese vetvlerësimi, kanë tendencën t'i projektojnë këto ndjenja tek të tjerët. Kjo quhet projekcion psikologjik dhe është një mekanizëm mbrojtës i pavetëdijshëm. Shembull, nëse dikush është thellësisht i pasigurt dhe nuk ndihet i vlefshëm, ai mund të urrejë sepse ti je i qetë, i sigurt, i vendosur. Ti nuk ke bërë asgjë, por vetëprania jote i kujton atij atë që nuk është. Dhe për këtë arsye, ai ndjen një formë urrejtjeje si një mënyrë për të shmangur dhimbjen e brendshme. 3. Paragjykimi. Urrejtja pa njohje. Shumë njerëz krijojnë mendime për ty pa të njohur as pak. Ata të vendosin në kuti bazuar në pamjen, veshjen, aksentin, bindjet fetare, prejardhjen etnike, orientimin seksual, statusin financiar apo ndonjë tjetër etiket që ata nuk e kuptojnë ose e paragjykojnë. Ky lloj urrejtjeje është veçanërisht i rrezikshëm, sepse nuk ka të bëjë fare me sjelljen tënde. Ti mund të jesh një njeri i mirë, i drejtë dhe i respektueshëm, por dikush të urren vetëm sepse nuk i përmbush pritshmëritë apo normat e tij personale apo kulturore. Urrejtja e bazuar në paragjykime është rrënja e shumë formave të diskriminimit, përjashtimit dhe dhunës psikologjike që ndodh çdo ditë në mjedise si shkolla, puna apo komuniteti. 4. Ndikimi i grupit dhe thashethemet. Në shumë raste, njerëzit të urrejnë jo sepse kanë një problem personal me ty, por sepse janë ndikuar nga të tjerët. Kjo është një sjellje tipike në grupe, ku individët duan të ndihen pjesë e turmës dhe nuk guxojnë të mendojnë ndryshe. Kur një thashethem negativ përhapet, sado i rrem të jetë, disa njerëz zgjedhin ta besojnë pa asnjë provë. Ata nuk merren me të vërtetën, nuk të pyesin, nuk përpiqen të kuptojnë, thjesht të vendosin në shënjestër dhe të urrejnë. Për fat të keq, ndikimi i fjalëve të tjerëve shpesh është më i fortë se përvoja personale. Prandaj, ndodh që njerëz që s'të kanë folur kurrë, kanë formuar një urrejtje për ty bazuar në fjalë të dëgjuara, jo në realitet. 5. Të qenit ndryshe. Kur nuk përputhesh me shablonin e shoqërisë, shoqëria ka tendencë të adhurojë përshtatjen. Kur dikush është ndryshe në mendim, stil jetese, veshje, orientim, qëllime ose mënyrë të folurit, shumë njerëz e shohin këtë si rrezik. Në vend që ta pranojnë si diversitet, ata e kthejnë në objekt urrejtjeje. Të qenit vetvetja, në një botë që të shtyn të jesh si të gjithë, kërkon guxim. Dhe pikërisht ky guxim është ajo që i frikson të tjerët. Të urrejnë sepse nuk mund të kontrollojnë, nuk mund të etiketojnë, nuk mund të kuptojnë. Ky lloj urrejtjeje është shumë i pranishëm në adoleshencë, por edhe më vonë në jetë, kur njerëzit e ndihen të kërcënuar nga autenticiteti i dikujt që nuk i ndjek rregullat e vendosura nga të gjithë të tjerët. Si të përballesh me këtë urrejtje? Nëse ke përjetuar këtë lloj urrejtjeje, nuk je vetëm.
Dhe nuk je problemi. Ja disa mënyra për t'u përballur me të. Mos e merr personale. Shpesh nuk ka të bëj fare me ty, kujdes kujt i jep energjinë tënde. Jo çdo koment meriton përgjigje, qëndro vetvetja. Ata që urrejnë autenticitetin tënd janë zakonisht ata që nuk kanë gjetur ende të vetin, ruaj qetësinë dhe respektin për veten. Mënyra më e mirë për t'u hakmarrë ndaj urrejtjes është suksesi dhe paqja e brendshme. Urrejtja pa arsye është një reflektim i brishësisë njerëzore, jo i vlerës sate. Ti nuk mund të kontrollosh gjithmonë se si të tjerët ndihen apo sillen ndaj teje, por mund të kontrollosh mënyrën si e menaxhon këtë negativitet. Në fund të ditës, të jesh vetvetja është arma më e fuqishme që ke.